Gjykata e lartë ka vullosur dënimin maksimal për Orgret Bilbilin dhe Anterio Kaloshin, duke lënë në fuqi vendimin e gjykatës apelit posaçëm të marsit 2023. Të dy të dënuarit konsiderohen autor të drejtpërdrejtë të masakrës së Lushnjës, një prej ngjarjeve më të rënda kriminale të viteve të fundit, e cila tronditi qytetin në nëntorin e vitit 2017. Sipas vendimit të formës së prerë, Bilbili dhe Kaloshi u shpallën fajtor për vrasjen e Zamir Latifit dhe Jurgen Hoxhës, si dhe për plagosjen e Bujar Turkut dhe Marius Xhepexhiut. Gjykata i ka konsideruar veprimet e tyre si vrasje në rrethana cilësuese, kryerje të veprave penale në kuadër të një grupi kriminal, mbajtje pa leje të armëve dhe prishje të qetësisë publike. Për të njëjtën ngjarje, dënim të përjetshëm ka marrë më herët edhe Lajert Haxhiu, i cili konsiderohet si një prej organizatorëve kryesor të sulmit. Ngjarja e 11 nëntorit të vitit 2017 ndodhi në një zonë të populluar të Lushnjës, ku shënjestër e atentatit ishte Xhulio Shkurti, nipi Aldo Bares. Ai është larguar nga vendi vetëm pak minuta para se autorët të hapnin zjarr, duke lënë të vrarë 2 të rinj dhe duke plagosur 2 të tjerë. Me vendimin e gjykatës së lartë, çështja konsiderohet e mbyllur në të gjithë shkallët e gjyqësorit, ndërsa dënimet me burgim të përjetshëm për 3 autorët mbeten tashmë përfundimtare.